Gjatë vitit 2025, prokurori i shtetit ka pranuar në punë 45.295 ose 60.20% kallëzime lëndë penale, ndërsa ka arritur të zgjidhë 42.123 kallëzime apo lëndë penale ose 55.98% apo 3.172 lëndë penale ose 4.22% më pak se sa që ka pranuar në punë gjatë periudhës raportuese. Ndërsa kanë mbetur të pazgjidhura ose të trashëguara edhe 33.117 ose 44.02 lëndë penale. Departamentet e krimeve të rënda të prokurorive themelore kanë zgjidhur kallëzime penale 3.693 apo 2.46 kallëzime penale më shumë se sa kanë pranuar në punë. Departamentet për të mitur kanë zgjidhur 2.430 kallëzime penale ose 459 apo 15.89% kallëzime penale më pak se sa kanë pranuar në punë. Ndërsa departamentet e përgjithshme kanë zgjidhur 23.642 kallëzime penale ose 2.541 apo 9.61% kallëzime penale më pak se sa kanë pranuar në punë. Po ashtu prokurori i shtetit i ka kushtuar rëndësi edhe procedurave alternative, ku me kryerës të një orë ka zgjidhur 3.525 ose 16.76% raste me 5.742 apo 21.45% persona. Ndërsa gjatë vitit 2025 me urdhën dëshkimor janë zgjidhur 1.786 raste. Lidhur me rastet e korrupsionit dhe krimit ekonomik, prokurori i shtetit në vitin 2025 ka pranuar në punë 1.191 raste me 2.128 persona për lëndë të korrupsionit, ndërsa ka zgjidhur 903 raste ose 75.82% me 1.676 apo 78.76% persona. Në anën tjetër, për rastet e krimit ekonomik janë pranuar në punë 484 raste me 654 persona, ndërsa janë zgjidhur 420 apo 86.78% të rasteve, me 531 ose 81.19% të personave. Gjatë vitit 2025 janë ngrirë apo sekuestruar 64.039.998.90 64.000 sa për i vjetë milion, po, milion. Dhe 548.296.94 euro pasuri janë konfiskuar. Ndërkaq për veprat penale të krimit të organizuar, prokurori i shtetit në punë ka pasur 102 raste me 500 persona, si dhe ka pranuar 25 raste të reja me 119 persona. Prej tyre janë zgjidhur 18 raste me 73 persona, ndërsa kanë mbetur të pazgjidhura 83 raste me 423 persona. Po ashtu, 99 është numri rasteve të shënjestruara. Gjatë vitit 2025 janë zgjidhur edhe 28 raste të terrorizmit. Prokurori i shtetit i ka trajtuar me prioritet edhe rastet e trafikimit të qenieve njerëzore, ku gjatë vitit 2025 prokurori i shtetit kishte në punë 75 raste me 153 persona. Prej tyre janë zgjidhur 25 raste me 71 persona, ndërsa kanë mbetur të pazgjidhura 50 raste me 82 persona. Sa i përket rasteve të dhunës në familje, gjatë periudhës raportuese me kryerës madhor në punë kanë qenë 3.975 raste me 4.960 persona, prej cilave 3.109 raste janë raste të reja pranuara në punë me 3.757 persona. Prej tyre prokurori i shtetit ka zgjidhur 2.835 raste me 3.313 persona, ndërsa kanë mbetur të pazgjidhura 1.140 raste me 1.647 persona. Me akt akuzë dhe propozim për shqiptimin të masave të trajtimit detyrueshëm, prokurori i shtetit ka zgjidhur 80.92% persona. Lidhur me akt akuzët ngritur nga prokurori i shtetit,
Gjatë kësaj periudhe, gjykatat kanë vendosur për 2337 raste të personave, nga cilat 1930 raste janë vendime fajsuese.